e kena pas sidomos, duhet me përmend sidomos apet po them, duhet me përmend gjithçysh Kosharen. Kosharja i ka 138 dëshmor. Ti djalë, na qysh e di une, me sa di une, që ta njerëz që na kanë vranë luftë do, edhe mas lufte, na shqiptarët kena vranë. Patën me vranë krejt mos ndërhyjnë një këfori. Ka një si qateke, po ka ikin bjeshkës për pjetë. Tërmiq, jam këtu me një veteran të luftës, një komandant, një djalë i cili e ka vesh uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me ato 3 shkronjat e arta që falë Zotit, na sot frymojmë Shqip, folim Shqip, jetojmë Shqip. E këtu me mua është personi kyç për zonën e Pashtrikut, komandanti i më legjendar, në tham, Hasan Ramadani. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë e thash që jeni njeri që ka vesh emblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një njeri që unë e tham legjend, se çdo person që e ka kap pushkën. Unë e kum qenë në Gjermani, edhe u nis lufta në Kosovë, edhe shkru pe Gjermani, i kum lënë fëmijë, e familje, e punë, edhe e mardhën me dek për këta dhej, se pa liri s'ka kur gjë. Kom marrë pejre atje, ka kemi ardhë bile udhës, ardhë një gazetar me na pyet në autobus, ku po shkoni? Po shkojmë në Kosovë me luftu. Po adi që një mëni më vra atje. Thash jo, më vra, po me mujtë më vra, 10 herë unë e pa shku për atë dhe atje se në. Se ma pruni për e një me vesh uniformen ushtarake për popullin tem. Unë e kumë ju koj veshin për Serbia, për Jugoslavi, po tash që shma pruni kitë mirë mu e për e një, edhe jo marrë me gjithë qef, edhe s'kum posfa se në luft aj që ka rrëk pushken, ka arë këtu, veç zoti e di kush ka me pështu, kush ka me met pa kam, dikush pa dorë, për dikush edhe jetën e ka dhonë. Lëmë të qëre, para, pa gjak kjo, sish kjo liri. Amerika na ka thonë neve, ju duhet me shku me luftu, për komësori nuk i sharë kërkush me të luftu për ty. Sot me kris lufta, na sot e kemë ushtrin tonë, për më mbrojt, na mbrojmë vetë, për rajrë tani NATO ja the kokën që ja ka thy Shqipni kësaj Serbijes. Na e na ardhë me dek për këta dhe. Se kum pas atë fatë se s'mo kish dhim tjeta, o një ditë ka me dek për po des, për shka po dijet kjo, po fëmijët ka mi mësu këtu 3 germa. Ajo shtarë që ka dhonë jetën për atë dhe, njeri ma të vlet shumë për mu s'ka, se kjo njëherë vjen në kadera, jo i 100 herë tash, më në tonë me ka aty, po tonë kanë dho kontribut, në tëna mënyrat, po Serbia veç ceve në pushkës e në gjë, që të se në gjë ajo, veç në pushkën e një ajo. Erdhe prej mërgimit drejtë në Kosovë, apo batë stërvitje në Shqipëri? Po, kum bonun stërvitjet i kum kry në Borrell, ofër 2 muaj aty. Edhe jem ngarku me ushtri, edhe kena fillu në stërvitjet me arme, gati që ka pas shkallë, Kufini, pej Bajramcurit, deri të Kuksi, kena pas armatim, thuje gati që ka pas shkallë. Për Kufi, armatosën dhe në dhamë që thojnë. Kretin kena pas mënyra, tëna, me topa, me minaheca, me golinova, me sadush, fishek, veç amon migrah punës. Po na e kena pas sidomos, duhet me përmend, sidomos apet po thëm, duhet me përmend gjithçysh Kosharen. Kosharja i ka 138 dëshmor. Aty ku janë vra këta, janë edhe ofër 300-400 që janë metë pa dur, pa kam. Ku vratë një ushtar, 3-4 plagosën. Aty kanë dhonë luft hatashëm. Aty e thy Kufini, qizmen ja ka qitë, nuk pedi me emën, po Moskoft Agim Ramadani që ja ka qitë Miguri aty, sëfë që o ka aj guri, edhe e kanë thy Kufinin. Po Kufini të na, sidomos
kjo që për përmeni pej Bajramcurit të në Kuks, kjo ka me mina e minerat krejt. Serbia ka na jashtë anena s'ja ka nise me komësëri veç që duhet me pastru pak terenin të shku të qelë. E aty kur e shkuti, a i ka sulmu tani, të qelë mi hek bomat, me jetë ushtartë, mos me të metë në rrugë. E kena dhonë aty kontribut mirë shumë, edhe e kena kryat punë me nder, nuk kena pas as thirrje, as kërkush na ka gra, po vullneti që me ardhë e me dek për atë dhe dera o qelë, kush ka desht o hi, po nuk jënë 60.000 ushtarë. Oficirat e lartë i kanë dhonën tamën sa ushtarën ka. Pej 13.000 të 13.200-300 vetë. I kanë bo 60.000. Ja kanë hu pak vlerën në qëkërën? Digjëm, ja kanë hu këta të mëdhejt. Komisioni kryesor për ta o ka Agim Qeki, kryetari komisionit. O ka ky Berisha që e ka hes luftën koshare. Se oficirat të këta edhe të une, që janë ko me shkollë, janë ko edhe në luftë në Bosne, edhe në Kroaci kanë marrë pjesë. Plus në Kroaci. Krejt këta udhesa, edhe krejt shumë micen i kena pas shkollum. Unë jëmë ko një rezervista, 2-3 herë më majtë 2-3 t'japshin një gradë, kur gjëso ko puna em në një shkollë të mesme. Po, oficirat na që i ka pas kufini e na ka të shkollum. Krejt me akademi ushtarake, edhe me përvojt të ushtërijës. Krejt, adhe që është ka thonë që ashtu në ka dalë, kanë punu mirë, e kanë thyë aklin aty në kufi, edhe shkit kanë pas humbje një 2-3 fish ma shumë se na në kufi. Edhe tjetër qa me thonë për luft, po kjo krynën tash, e do të piqaj trusit, thët edhe na e në o jaran. E di që popli kreto konë luft, tana, po aj njëri që e merë pushken, edhe i kumë qitë kur njëtën tem, maj lumëtën, kur njëtën tem, nuk jëmë konë, se që a ditë që ku marrën 3 German kra, edhe po vi po des për atë dhe kur maj lumëtën tyben jëmë konë. A ke pas në jamanet? Qëre me shokje në konë, thejshëm kur të vrohëm ka vishëm se në Gjermani 50 jemi orë për diaspore, krejt ushtartë jenë kod diasporës. Ka vishëm qërë ndekë shumë, shkruj 2-3 fjallë për mu që shkanë do, që shë jam vrohë me shka me ushtërinë serbe. Njëni tjetërit mja shku biografinë që shkanë do, që shkanë të luftu, ardhë, e ka rëk plumbi, o metën të pufi aty, edhe të thonë shëqishojt, gjdo fillim është shumë i fështirë. Jeta më kishë dhimt, sidomos më kishë dhimt, jeta me metë në të mina pa dho kontribut. Veç që aty, që atë frije këmë pose, e këmë ditë, unë e di që ka bojnë shkite, qëfar armatimi kanë pose krejt, ata e kanë minerat, e kështë hangër në kanë metë shumë ushtarë. Ka ushtarë që orë 5 ditë o vra, këmë ne ju në 2-3 muj, 5-6 muj, unë si jam ra, qëtëri o ko me 2-3 vjetë, edhe së vra, qëtëri o ko me 10 vjetë, pe fillimit, së vra. E i thujnë një fjale këmë njëne për të bime, jenë vrave që ata të mjetë, ja, së vërtet. Këtus gabim më fatal me thashtë, plumi nuk e kanë gjoftë, cili e më bërri mirë ati. Të piqaj trusit, ja, jenë vra ata të mjetë, ju i një mjetë, ja, bra vëllabë, pëshile gujnë se së, i qashtu. Hish nuk ashtu, po është qështu. Plumi nuk e ka ditë ku Hasania Hyseni, po e ka rëk, e ka vra. A ka vdek në i shok të që e kanë që kanë për Gjermanijës? Kena pas shok, kena pas ofër shok, se na kufinin e kena pas dhe të ku ushtar pej Bajramcurit, deri në Kuks, aj mal i ka bëllanja 250 km, se si përfoqe ajrore, me siguri ka 250 që o ko kufini me Kosovë, me tengat atje Macedonisë, o konën kufini me ushtarë. Serbia, kur pëndigjoj do fjallë këtyne që ka janë, që se thujnë realitetin, kë zavend të Gjingjishit, tha, ushtëria e Kosovës, ju keni thonë 12.000 dishka ushtarë janë kufi. Me rëmëmen Serbia ju ka thonë poplin me rejt,
na e na kon ka 2400 ushtar krejt kufinit. Qa kena orë, pe diaspore, pe këtu i së ardhë asë njone, me ushtrit që janë orë pe diaspore, Franca, Anglia, Amerike, krejt, janë orë pe sjashtë mi jem na ushtria. E qështu, po mirë janë do, kë o la me gjak, duhet mi pas kujdes me njerëz që kanë dhonë ka 3-4 antarë, nanat tona, babalar tonë, vllaznit tonë, të djalë, na qëshe di une, me sa di une, që ta njerëz që na kanë vranë luftë do, edhe mas lufte, na shqiptarë kena vranë. Shqiptarë. Qëre Haga, asë njësë është denu dhe i sëtë për sërë. Krejt për denuhen për shqiptarë që i kanë vranë. Mi vranë njerëz që jo ma i zoti se unë, se ti me grada oficira ta ne, kë i ka ditë 8 gjuhë, kë i Prizrenit, kë komandanti, shëkohem në naj qekja, qysh, 8 gjuhë tuja i ka ditë. E njerës të unë na, qëtu i kena vra ola. Ka pas edhe njerës në tuj që kanë ardhë me luftu për diasporës? Kena pas Gjermën, kena pas të Kanadës, kena pas të Francës, o ko një në zonë shumë specialist për njësin speciale shumë i njoftun, edhe o dalë gati çdo 2 net ka 4, 3 ka vra, 2 veti merke, po hala njeri ma të shkaft s'kum pa njësin speciale, shkoj ke hike i vrajke ka 2-3 shki, të i vrajke një 2-13, 20 i ka vra, për natë ka 2 me snajper. Trak edhe dikur ra aty edhe vra, e kena marrë, njën që arë me dektu, se ata janë kohë dhemshëm, i kanë po lindjet, janë me të pahangër, popli, gratë, fëmija në për male, në për anej, pa buk, pa uj, pa... A i në shpisën për ato bebe, një për ato në malë. Qështu? Qëfar mesazhi ju kështë dhënë gjithë atyre personave sot në Kosovën e lirë, në Kosovën e mas luftës, po shtohen e po degradohen, trishkrujnë të arta të ushtrisë shkrimtare të Kosovës? Qëre, të këto 3 germa, veç zoti mund mi shly, njeri s'ka që i shlynë. Historia është e qelne, e shkrune, aj që ka dha kontributin, mund gje, si kur ti që si e ka heq, e për mersët, si une që i marrë 200 euro, si ti që si e ka heq, këta i kanë marrë gjysa me pare, gjysën i kanë shtinën në policia dhe në ushtri qëta të mëdhejt, e sot marrin vota për familjes tyne, krejtë dhesat, e mëdhej sot që ka e në këtu, të që kësë kanë shtinën sa kanë dashtë. Ramushi po thëtë, për 160.000 në kohë. Tash një ditë ma vënë pa thonë, edhe 100.000 në kohë. Edhe veç Dugagjini o të regu në këtë rast, që na kena dhonë shumë për atë dhej. Kanë lyftu, sigurisht, kanë dhonë kontribut, po sështë ajo fjallë, heq. Heq, nuk ka lidhja jo me atë punë. Po kanë shti do me pare, do me të njëfshëm, do se bepa, edhe kanë mushën fletën zyrtare të që kësë. Njeri që i zbuloj, njeri ju kërcnu jeta, blakaj, ajo ko gjyshtar, edhe i ka gjetë mos gabofsha 21.000 se krejt i kanë pas letë. Unë kur jam hi në dërs, unë ma kanë pru fletën, veç e kum mush shtu. Emnin, bjemnin, shkruj ke komuna, ku ke linë, qëfar profesioni ki, kush je, edhe e dërzoj shumë atë letër. Atë letër së në bëhë falës kërkush aso letra. Sa i dijet, o du gjdo komandant me dha aty. Te unë sohi një, ku mujtë mi shtjelë një 5-10. Që këj komandanta se ka pas me qëre komandant me 5 ushtarë e ka pas titullin. Njeri që ka uhes me 1.000 ushtarë me 500, o ko komandant. Grad nuk ka pas aty. Me gjithë se këta patën përmen mi bon me grada njerës, ta shi ka pas gradën aj. O konë luft, për shemë në Kroacije, në Bosnë ka marrë 3 lufta, kanë marrë pjesë do oficira tonë. E aj i ka pas gradën, ato do të me thonë, kapetani, majori, që ka konë me gradë, që i kanë dhonë të gjmoni, i kanë agradivu oficira tonë. Agim Qepi ka dhonën për atë rënuja, që që thoi një farë emni, ka pas sukses të hatashëm me shkallën. Në luft, se ajo konë, e din, aj që jo konë luft, e aj që jo i shkollun, aj në rëshë. Qëre,
smrami për me të kallëzu. Ma frigacak, edhe një, ku më thonë dhe thëmë edhe herë tash, ma frigacak, se Serbi nuk ka. Kena gjetë me thos, droga, shprica, kena gjetë rakia, që ka e kanë pas në i peneve për Kosovë në përkasone, kena gjetë gjithë shka, se aj kërë orë në luft, njëre ka ngullë këtu, tani më ka dalë mu për para, e ka hongër plumin, me njerë. Se aj që pi droga këtu, këta i kanë pru njerës të burgosun, drogirashat, i kanë shti ka thonë shkon në Kosovë, ki me marë ari, ja merë grave, paret, ja merë kere kanë të mira, ja ka mush menën aty në bandi. Se 30-40% a i ka dizertera. Sot me ka luftën, këta s'jenë për luftë. Që një shemull të aja të vogël. Qërë Albinit i ka arë shorti për dheri. Albini me paskone isha që 200 ushtarë aty, me këshin ra si. Po këta oficirat i kjenë të shkollon, tash, krejt me akademi ushtarake, pe Anglije, pe Gjermonije, pe Turqije, pe krejt shtete të forta, i kem edhe po thojnë Amerikanë që ushtrinë edhe policinë e keni shumë taft, edhe është e aft. U tregu 5 milion armatim, ju zo servisa të shkit, edhe ata nuk jënë ko rogaqa, po të njësi speciale në konën. Krejt, ta këtë dulë atje me 20-30 vetë, i ka qitë oficirat, ju ka thonë me shku atje, e jenë shku me marrveshje, këtu e bënd fshefta, se pa kërdi, pa thosë, s'kishin në gudzot me i, po me ta ka thonë ju esni, na zdim kur gjë një, trakse me pas desh të këvoj si kishë lohesh me jetë, po e vrajte njerin aty, ta shkizot një dul, edhe jenë vra, ka 9 vetë, 100% 9 jenë vra nun, po i nalen se më vra 9 e 10, në gjihet luft, guerilla, i hupë servis respekti, e lanë të në 3 prënë. Jo 3 janë vra, veç ty në aty, dhe patën me vra krejt mos ndërhy një këfori. Ka një si qateke, po ka ikin bjeshkës për pjetë. Fakte këtu jënë, s'pi shtoja, s'pi pakoj, po qështu ka qena e punë. Njeri tash do s'kam qare pa i thonë, se cila parti ka punu, ka dha kontribut, po ka vjedhë shumë tani. Duhet mi po bardhë dhe zesenit, që kanë kryt mira, që ka kryt të na, halalu kuft, kanë punu shumë për këtë Kosovë, kanë punu senet më të punës, që asë kështë bon bilas Gjermania, asë një shtetë, për 20 vjetë gjithë këtë autobane, gjithë këtë pare, me gjithë se na kanë një muë të ujtë, po pare na kena qitë aty dhe o bokjo. Po kur të kthesh, në këtë letën e zezë kënena, kanë vjedhë, kanë bo gjithë shka, edhe jenë pasënu, parët nuk javë din s'kajnë. Për 4 vetë i ka përmen që i kanë qunë në bankën, kjo që është Qiproja. 4 vetë me Emna, me Hashim, me Kadri Vesel, me Ramosh Haradinin, edhe me Limen të 4 kanë kalzu në që atë bankë, veç në që atë bankë kasoj kanë. Pejt 87 milionve, 67 milionve, bile Hashimi kishë 62 milion. Këta qërë krejt ma shumë. Pas ka 62 milion, a? O në atë bankën, njëri ka folë zgudzo, me thonë, kjo ko hoptas në përmjes televizioni. Jo, o ko në përmjes televizioni. Teri, Lima i kishë pas 80 dishka milion. Milion në bankë. O mërë kjo ko hoptas, këta, o ko kjo në përmjes televizioni. S'ka këtu më sheft, kur gjo? Këta nuk ja din s'kajnë, edhe vetë sët nuk ja din sa s'kajnë. O nalë, korupcioni një 60%. Kjo është fakt. Jenë hi kamionat në përveri, o ardhë me 500 euro dogon, a i ka pas 200 tonë mrena, edhe ardhë o shprasë këtu, krejto ku e pasunime vlaznive që ty në komandantave, që ty në uhesave. Krejt kamionat... Ti si komandanti... E veç të kryjë dhe që komandant kanë prunën mal pa logari. Bile me emen për përmeni një ndërges, njën ju ka thonë parlament. U drejtu me gesh, qërë tha ju e dyve, tha unë e di që ju si keni durt me gjak për Hashimin edhe për Kupën, Jakupin, tha po që ta që i keni për mas, tha shkojnë, hajdi natën, kështu një 70% vlaznin e tyne dhe dope i tyne, në veri shkojnë edhe bojnë pazare. Ka i murë radajqiqi
6-7 miliard pare për që ati veri, qaj që o ko kryesori aty. 6-7 miliard i ka marrë për që ati veri. Si ka nërë për qëllë, po tha të bo biznise me këta tonët. Ti si komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, sa është kjo gjatë që petu ti tash në Kosovën e lirë, çfarë kishe ndryshu ti të kjo gjatë? Sepse t'jesh ushtari i shtetit Kosovës, t'jesh polici i shtetit Kosovës, t'jesh deputet, t'jesh minister, t'jesh kryetar shteti, edhe t'jesh gjithat pasunit deklarume, e ushtarët e ushtrisë shërimtare veteranët e luftës janë në gjendje pothuajse mjerueshme. Sa është e dhimbshme kjo? Kjo krejt që ka përsërite është qashtu. Na veteranët i kemi ofër 60 ushtarë ka bo vetvrasje, i ka pas 3-4 fëmijë, së një ka dalë mi më rrinë në kështu, edhe ka vra vetë. 60 janë me emen e me mbjemen që kanë bo vetvrasje. Pse i ka pas 3 fëmijë që me bo me 150 euro, te dje kena para 2 dite 170, njëherë i kena pas 120. A kanë mu dalë numri i rregullt të veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës? Po këtu matë mëjt njerës kanë thonë, Hashimi, Jakupi, kë i skeneroj 2-3 kanë thonën, për mi në 13.000, të 13.200, asë një ushtarë ma shumë se konë. Asë një. Ka më dalë numri sakt? Është i sakt, i krynë, edhe kanë pas me dalë në gjysh, mi shly gjyqi 21.000 veteranë, që janë dalë, edhe e kërcnu njerin, edhe njeri shkoj sot në Amerikaj, blaka i stogit që konën gjykac për këtë punë, edhe mrena 10 dite i lypi vizën edhe iki e shkoj se ju kanë kërcnu me jetë, që i ka kry punën, që i ka pas mi hek listat, i kanë bloku listat se qëre me komuna, me gjyqje, me krejt, këto i ka pasun krejt partit, LDK, PDK, Aleancë, krejt, vllazën jenë konun, si 5 gishtat, vllazën për hajni jenë konun. Me kryetar të komunave, me gjyqje të korruptum, njerin për vret 2 vjet pja jap, e ka vra njerin 2 vjet, pse po qëlloman go pja 200-300.000 euro dhe tu nga tjeta pishnyn, një qenë me mytë mërë të djallë, do të më denu njeri, jo njerin me mytë. Krejt jenë korruptum këta, grup. Këtu veç i shalla rinia edhe që kë njeri që është udhëhes sot për mu Kosovën, sen ma i shtrejt, sa i 20% në veri në Kosovë s'kem. Mas pari është uj garantum për fabrika, gjithë verën, te i ndrenisnavje, se i drenicës jam, te atje vje uj për vaditje. Me në nala i ujt aty, e me marë trepqen që ari 20 di sa ka, hala pa që frikzu. E me në marë aton për neve është vdekje. Kë i gjallë, qësh ka folë, qashtu e ka kry. Krejt, edhe të kë vjedhin, edhe kë ka hojna aty. Jo, edhe kë hojna. Po që të hojna që i ka kë, edhe 10 vjetë, së në vjetë, sa njoni që ka vjedh për para. Se janë hajna ma të vogël këta. Vogël, ka pak e rjepin, bukën në kanal nash, se mirë bukën me në nal. Se kanë shqit gruna që kanë bo me dëzejtin që janë gjithën e zdishka. Të dashur miq, faleminderit që ishe pjesë e jona. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat i mira i sillën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë. Ishmi këtu me një ish ushtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, komandant i cili ishte njeri më korrekt që sa e kam pa une. Rrini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.